Kadrea Zbiu e gjeti pak forcë. Do me thënë, mas që kishte bërë të këqia, apo pak këqia nuk e dia, unë vetë. Po di që Enver Hoxha ja mori jetën. A kupton shoku i ngushtë. Ja mori jetën atje pikërisht. Por ai edhe pse ka bërë, apo s'ka bërë, mua të paktën më mbrojti. E quajti kalamallik. Ta kalojmë kalamallik të punë, jo grup më vërtet, sepse grupi ishte varje ose përshkatim. Po të pas ka shpëtuar vërtet? Po më ka shpëtuar vërtet dhe këtë ja di. Ja di të paktën fëmijëve të vet, po të ke mundësi të takoj, kështu është një falenderim i madh, më ka shpëtuar jetën. Çfarë bën? Nga pyetja më idiote që pse digju tuaja, unë i thash, më vjen keq, po ju jeni 27 veta këtu. Nga 50 vjeç, ju e bëni 1 meca vjeç, gjithë bashkë. Unë jam 22 vjeç. I thash, mendoni edhe një herë se më duket e keni gabim, unë nuk kam bërë grup, po ju them kështu. Qoftë ka bërë një tjetër, e di ai, po qoftë se jam unë kryetari, mbylleni me kaq se s'ka asgjë. Si kryetar, po ju them unë, s'ka më. Ju jemi në shkollën e ministrisë, ju i keni të gjitha prova mundësit, ja ku janë duart, qoftë se unë kam preku, kam shkruajtur, kam bërë një gjë, unë ja ku jam, pranoj çdo gjë. Unë nuk kam bërë gjë. Pusho rrugaç Tirane, ande këti, ti për gojë kështu je, ti kështu ke lexuar libra mbrapsht e pas, edhe mas i mbaroj, më vunë prangat prap, edhe te shkolla e ministrisë ka qenë një repart ushtarak mbrapa, ata kishin një qendër që ushtarët që iknin pa leje, i fusin aty linin 2 ditë. Më futën mua aty dhe unë e diçka me hequr. Edhe dhëmbët mi kanë thyer. Të rini? Po. Nëse kaloi një javë, më lanë aty, më futën një ushtar për të marrë vesh, mi po unë isha oficer sigurimi, dhe i dia gjitha veprimet që bëjnë ata, unë e kuptoj për se bëshin. A kupton? Edhe unë mblodhen, ma morën diplomën e grisën, publikisht. Ky ishte dënimi i parë. Dënimi i dytë, më quar në uzinë traktori, të punoja në uzinë traktori. Punëtar? Punëtar. Me thënë ti ishe i pashkolluar që nga ky moment? Që nga ky moment, unë diplomën nuk kisha. Nuk ishe diplomë, por kishe jetën ama, të shpëtuar jetën. Pasi Kadria Zbiu e kërkoj. Po, pasi kërkoj. Po pse të rrinë atëherë kur kjo punë mbyll? Po se donin të zbulonin me cilën punoja. Thuaj, më tregon me kë punon, më pyeste ai që më torturon. Ti vërtet punoje me njëri? S'kisha lidhje, unë edhe sot e them. S'kam krijuar, unë sot dhe në libra kam shkruar. Nuk kisha asnjë lidhje me atë. S'kam asgjë, biles isha. Vetëm flisje, kishe qef të flisje. Edhe flisja asgjë. Unë kisha më bënte përshtypje edhe kur shqyra të huaj për shembull, shoku im i klasës, kam pas një Luan po prati, ai u bë drejtorie në Alturizëm. Kur më mori për herë të parë për të shoqëruar grupe, i rat fikët gati që si erdhi ky Astriti Armik me hyri në zyrë. A kishte frikë ai, sa mos e merri i prishe biografinë? Po, i prishe biografinë dhe më shikon mi po unë nxora testën e partisë, tash këta më uqevën në uzinë. Je djali mirë, edhe do të pranojmë parti. Po. E unë i thëshja, jo, se për partin punoj, nuk bëjmë, po unë e dje që kisha. Shokut nuk e din, edhe sot nuk e din shokut që unë në uzinë traktori kam qenë oficer sigurimi pa diplomë. Ja, këtë s'po kuptoj. Ti ishe i dërguar nga sigurimi atje? Jo, më përjashtuan, do më qonin gjykundi. Për të punuar apo dhe për oficer? Jo, thjesht për të punuar. Si punëtor? Nuk ishe lidhje me sigurimin? Jo, ata biles më thanë që në rast se ti tregon që ke qenë në këtë shkollë dhe qa ke para ke dëgjuar e ke shkruar këtu, ja ti i dim pasojë që ndodh. Ti nuk tregove më kur? Kur? Po në libër ke treguar? Në libër po, kam treguar. A sepse ka ikur ajo kohë? Po, ikur ajo kohë. Biles unë sot do të mburresha, do thoshja unë krijova grup atëherë dhe më ndihmoni, unë jam kështu e kështu. Jo, unë edhe sot them, atëherë nuk bëra asgjë. Asgjë nuk bëra atëherë. I qëndroj kësaj. Nuk bëra, më erdhi kështu si nga qielli, sepse kështu ju vinte njerëzve të thjeshtë. Kjo ka qenë realiteti i asaj kohe, që njerëzit e thjeshtë kush mendoshte, dëgjova një program për një doktoresh në Kavaj. A kupton? Ajo ishte një nga doktoreshë më të mira në spital, i bëhet për një herë si vija dhe e çojnë Kavaj, e dënojnë. E çojnë Kavaj. Ajo nuk dinte asgjë pse u bë kjo. Edhe unë kështu ka ndodhur. Kështu i ka ndodhur të shqiptarëve. Edhe ky është realiteti i asaj kohe. Se kuptoj nga të vinte? Nuk e kuptoj fare nga të vinte. Unë një ditë papritur gjendem në uzinë traktori, që unë e kisha 100 metra larg. Prandaj ndoshta ajo kohë është e vështirë për t'u treguar, sepse njerëzit vërtet se kanë të qartë ç'ajo ndodhte.
Po pra, Ti je një prej tyre? një prej tyre, ja, kështu, edhe përfundimisht, unë shkova në Uzin, gjeta një ambient ku di unë sa më pëlqenin punëtorët. Të pëlqente? Sa njerëz të pastër, sa njerëz të dashur, më ndihmonin, ose njifja zanatin fare. A kupton? Ata më mësonin si prihet, si bëhet, si saldo, si bëhet kjo, si bëhet ajo. Sa vjet punove atje? Ja, kështu. Punova deri në 90-ën. Deri në 90-ën Deri në punëtor? 90-ën punova aty punëtor. Deri aty. Ndërkohë nëna kishte ndruar jetë? Nëna, po, ndroi jetë në 2002 ka ndruar jetë ajo. Po, Jo, ajo jetoi mbas i ra sistemi. Po, mbas i ra sistemi, biles unë i thoja Shqipëri, më Shqipëri, ku vajte, këndoja dhe këngët e atërshme, kështu. Po erdi një ditë që terapika e ule, kështu më pusha rrugacë. Mënde mua, aji sistemi ishte i mirë. Aji na bëri më kështu e bëri kështu, ja bëte. Nuk e pranonte? Nuk e pranonte. Nuk e pranonte. Edhe, ja kështu, do me thënë, Mbas 90-s, që ndodhi pastaj? U ktheve gjërave, më kishe liri për të bërë gjërat që doja, apo? jo, mua më kërkuan të bëhesh antar partie dhe më ndjeva një frikë të madhe kur më tha sekretari i partisë. Ai gjithmonë më ngacmonte sepse e mori vesh që unë isha i përjashtuar, rrëmoja ndeja. Edhe unë i tham që unë për partinë punoj, lëre këtë. Jo, strit, ti e djali mirë, ti kështu mendoj dhe njerë do të pranojmë antar partie. Ti di gjutuja, ti thash me edhe në ti me gjutë e huja, pa më varrosin. Filloj prapë këthe. Filloj prapë me gjutë e huja ky. Edhe më thot nëna i ndite, po mirë, më sa do thuash me djalë, më thot, jo. Nëna me zipriste? Nëna u gëzua shumë, po tha sa do thuash jo, më tha, më ishe shumë e matur me mua, më lindet në lirin time. Nuk thoshte bëkshu si them unë. Por, e shprete atë që unë duhet ta thoja, dhe i them, dëgjoj tha, po the shumë jo, do thonë që se dash ka partinë me vërtet. Do thonë, tha nëna, edhe unë mendohu dhe pak, më tha mu. Edhe unë shkova të nesmen, për drejtja i më doli për para, sekretari partisë. Unë i shmangisha gjithmonë, a i vine këte, unë i e në kam tjetër. I shmangisha. Një po doli, më tha, ora, tha, miri, tha, shumë dakord jam. E po më rrithë e zëmra, unë mblodhën me njëherë këtë shtabi. Hadje sa striti është dakord edhe, shkova atje unë gjithë komunistët, si e ka pas ajo kohë, do me thënë. Kërë inxinjeri a i, kryetari... Njërës që ti një? Njërës që një. Dhe i dojnë me i farë mënyre, me ata punore. Pa me ata punore, pa ishin të tërë komunistë, me fjallë, edhe më thonë mu që brava, ne kënjera më va, po që më gjeti mas një javë. Shkojme mas një javë në punë, sepse shkon dokumentet në ndeja, në komitet partisë, edhe e zbuluar astritit armik, astritit Trathak, ka kriju grupë. A kupton? Edhe këtyre ju ra damla, këtyre të uzinës. Unë blodhën gjithë, shkojën atje, zgjejas njëri ku jam, ta. Del njëri më thotë, o ti të se që ka ndodhë, tha. Se i thashën, që ka ndodhë? Po këtë jam mbledhur këtë salët, gjitha ka ardhe dhe nga ministria, kanë ardhe dhe nga sekretari përgjithshëm i kombinatit. Do e zëra mu frikë më ke parasysh, ajo mosh, mendoja burgun, mendoja do më arrestojnë sot. E kështu. Dhe futëm ati në salë, filloj direkt, duan futen në parti, tha, edhe njërës që kanë bërë kështu e kështu, ja, tha, shëmbull është astriti, tha, kryetar grupi kërkon të futet parti, tha. Se ke iden sa ofendova, sepse shokut nuk e dinin. Edhe ki parasysh, dhe me shokut thot. Po dhe ti vetë nuk e kuptoje që s'duhet ta bëje, do me thënë, këtë sarin njeriu të kuptoj me mundësinë e asaj kohe, që edhe duhet, edhe s'duhet. S'di qa bësh, është një lëvizje, ku di unë, si në shaq, njeriu gjendet për para, nuk di kë lëvizje të bësh, sepse ti bën 7 lëvizje, po ke 8 pson. A kupton, edhe unë, nuk di, mjela shumë. I ofenduar ndjem më tepër nga shokët dhe shoqët. Më shumë nga shoqët dhe shokët, mjela shumë ashtu, sepse thosha, këta tash do marrin një natë. Në një kohë që unë s'kam bërë asgjë. Unë i dua, këta tash s'do më duan mu. A kupton? Edhe, këtë ju një kështu do me thënë u shty koha. Edhe qa bëra? Të lanë punë? Gjemal Tafaj punon dhe me ne. Edhe me që punon dhe në sektorin tonë, mua më donë dhe shumë Gjemal Tafaj, se thoshte, gjutuja di,
Zanatin po e merr shumë shpejt, i shkathët të është, unë bëja dhe dizenjatori, bëja pikture, gjëna kështu, parullat bukra, i shoqëroj me një shqipo.